e mbështes plotësisht rezolutën e zonjës Kuçana, jo vetëm unë. Atë është një grup deputetësh. Ka dhe deputet? Deputet të grupit parlamentar të PD-s që janë dakord, ka antarë kryesie që janë dakord me të, ka 10 antarë të Këshillit Kombëtar që janë dakord me të, pra nuk është diçka iniciativë personale dhe nuk është në thelb vetëm pjesa, se unë e kam parasysh kush është pjesa mediatike, se njerëzit merren me mulizimin, po në thelb kush është? E para, qasja e PD-s ndaj protestës nuk mjaftojnë deklaratat, të duhet rezolut dhe të duhet bashkëpunim direkt me ta. 2. Është krijimi i një bordi qytetarësh intelektual jo antar të PD-s që të shërbejnë si ambasador mes shoqërisë shqiptare dhe Partisë Demokratike, e cila ka zgjedhur me vetdije të plot largohet nga njerëzit. Dhe ky është gabim. Një bord të rinj edhe nga diaspora, të cilët të shërbejnë për të rritur prezencën politike të Partisë Demokratike të një brez i cili tashmë nuk është se po na pëlqen më, për mënyrën se si kemi vepruar. Pastaj është lufta kundër mediokritetit, e cila ka spikatur për shkak të termit që është përdorur si simbolike e mediokritetit, por në thelb është një problem madhor në PD. Përqendrimi i pushtetit dhe keq administrimi i shumë zhvillimeve në Partinë Demokratike ka emër. Dhe ai emër është zgjedhur si simbolik, i cili bëri shumë zhurmë, por në thelb është problem. Ne jemi më keq sot në mënyrën e organizimit, se që ishim 2021-shin, kur s'kishim vullët, s'kishim logot, s'kishim zyrat. Pa, kjo është, ka një pasojë e gjithë kjo. Lisander, mirë një koment edhe për pjesën drejtuese, sekretarët, nënkryetaret e PD-s, dhe pa dyshim edhe që dihet, sekretari i përgjithshëm zoti Noka që u rikonfirmua përballë zotit Koreshi. Arbër duhet të ketë një logjikë politike për të komentuar emrat. Po të hymë në komente emrash, hymë komente personale, unë po të kisha komente personale. Dalemi te pjesa e meritës. Para se jo emrat CV atyre, por CV politike mund ta themi se tashmë ata janë kabineti qeveritari i PD-s 2026-2030. Qeveria me hije. Më dëgjoj. Ne duhet të kemi logjikën mbi të cilën është ndërtuar lista për të komentuar pasojën. Pasoja në emrat. A ka një logjikë ku është fibra politike e Partisë Demokratike? Ku janë njerëzit që shpëtuan PD-n në ditët e veta më të zeza, se nuk kemi qenë shumë arbër. Numër shumë i vogël nga të parët 2021. Numër shumë i vogël njerëzish, të cilët i dolën krah zotit Berisha në momentet më të vështira të jetës së karrierës vet politike, pa asnjë lloj interesi, ndërkohë që konsideroja një e mbytur, pa shpresë, nuk dinte njëri çfarë do të thënë armën. Kishte Shtetet e Bashkuara kundra, kishte shumicën e opinionit publik kundra, dhe unë asaj kohe të paktën një 6 javë tek pull ka mbajtur peshën më të madhe debateve publike, se s'kishte askush tjetër përveç Lisandrit që t'ishte pro Berishës në ato momente. Dhe unë kundër edhe këshillës miqve dashamirësve në media, zgjodha me vetdijet plot absolutisht pa asnjë interesi që të mbaja qendrim, sepse besoja se Berishës po i bëj një padrejtësi dhe mbi gjitha historisë Partisë Demokratike. Ne nuk jemi banalisht një histori minimi demokracie, po jemi forca që transformuam Shqipërinë. Vërtet me gabime, po e nxorëm nga regjimi komunist në një sistem plural i cili i hapi perspektivën qytetarëve të këtij vendi zhvilloheshin. Këto ishin motivet që më shtyn mua të bëja atë lloj avokature ndaj asaj që ndodhi. Por duke marrë parasysh këtë, aty ke personalitete që bën betejë me zotin Basha, që bën betejë për statutin e PD-s. Ata janë fibra politike e Partisë Demokratike. Të përndjekurit politik trashëgimtarët e tyre janë fibra politike e Partisë Demokratike. Nëse nuk bën harmonizim mes tyre dyve, çfarë ke bërë? Ore, ka logjik 20 vjeçare në kryesinë e PD-s apo 20 vjeçare. Po s'kan punuar një ditë në zyrat e shtetit. Çfarë perceptimi kanë ata për qeverisjen? Çfarë mendime do japin nga organi më i lartë politik i Partisë Demokratike që është kryesia, truri i PD-s? Më falë, kur ke me 10 ekspert, ish zëvendës ministra, ish drejtor të përgjithshëm, njerëz me Mund të jetë protesta që kanë ndikim në këtë moment, Lisander, pra Gen Z, gjenerata Z. Edhe kjo Gen Z më duket sikur është shpike majtiste arbër. Pse?
Po këta sikur jetojnë Mars, nuk jetojnë me këta gjyshit, me baballarët, me nënat, me motrat. Është një brez që s'pas ka lidhje me gjithë tjerët. Po ka vazhdimsi shoqëria. Absolutisht. Po kur duan ti manipulojnë, dhe këta janë teoritë e manipulimit, ne njohim mirë, i thonë ti e ndryshe, ti si e si këta. Madje këta të LGBT-ve përdorin të njëjtën taktik. Kryesisht me këta me karakter dobët, familje me probleme, për të rekrutuar. Edhe gjenerata Z është që disa miliarder të bëjnë punë të pista me trinë, se trinë do protestojnë, kush proteston. Kështu që nuk du t'i qujmë gjenerata Z. Ne kemi popull në rrugë dhe kemi një rini e cila mendërisht, kulturalisht, është europiane dhe amerikane, se jetojnë në botën digjitale, fizikisht janë të zënë në kurth me një tepsi stabilokratike, ku disa politikanë, me disa oligark, i vjedhin çdo ditë shqiptarët, ua kanë vjedhur shumicën e pronave publike, shumicën e Bregdetit shqiptar, kanë bërë dhe i ligj për malet, të vjen turp, të shkosh në jug të vendit, plazhet më të bukura, i është vënë gardhi, se ka bërë vila, pra bën biznesmeni vila, dhe ti s'ke drejt lash aty, se plazhet i ka bashkë me vilat ky. Po kush është ky mëlla? I futë edhe i tunel vetes aty në se i përton t'i bjeri nga llogaraja, dhe kur shikon ky ka bërë vilat, kush banon të vilat janë po këta, i shenë për Tiranë vashe kalamajt me makina 200-300 euroshe, vezën me 2 kuqe kanë bërë, çfarë janë këta? Çfarë borxhi i ka shqiptari këtyre biznesmenëve që nuk provojnë asgjë? Janë konsumator tenderash. Konsumator tenderash. Unë kam respekt për biznesin. Kam respekt për njerëzit e punës, se sakrifikojnë shkretët për të ndërtuar diçka. Por këta që janë konsumator tenderash, dhe po të shikosh top 5 biznesmenët, 5 kryesorët janë pa shkollë, kuptojnë që tranzicioni pas ka patur një gabim madhor, prandaj dalin njerëzit në rrugë, se janë lodhur me sistemin e padrejtësive, janë lodhur me ca kontrabandist nafte, kontrabandist tenderash, të cilët vjedhin çdo ditë dhe lejojnë që ky vend shkojë çdo ditë më shumë drejt degradimit. Ka një kontrast madh mes gjyshëve në Shqipëri, të cilët kanë punuar me nder një jetë të tërë për ta bërë këtë vend ashtu si kanë mundur, dhe trajtohen me pensione qesharake, dhe gjyshëve në Malën e Zi, të cilët nuk janë burra dhe gra më të mirë se këta këtu, por paguhen 2-3 herë më shumë. Dhe vjedhjet që i bëjnë kurriz tyre njerëzve, kanë kapur fundin, ka dalë rinia në shesh dhe nuk duron më. Jo vetëm Edi Ramën, modelin politik në Shqipëri. PD-ja prandaj reagojnë tani. PD-ja duhet përshtatur me këta. Jam dakord me gjitha të ekzistuar duhet përshtatës. Ose ndërrish në një me stabilokraci. Ka një debat, Lisandër, në Partinë Demokratike, që gjitha këto gjëra i bën Flamon Noka dhe zoti Berisha nuk ka faj, ndërkohë ata që janë më të ftohtë dhe më me eksperiencë thonë që nuk është Noka përgjegjës, por zoti Berisha, sepse ai vendos gjithçka në PD. Por kush i bën këto gjëra jo ligjore, gomarrëveshje që ti the pak më herë, po e citoj, në Partinë Demokratike? Shumë pushtet ka administruar zoti Noka për arsye të pakuptimta. Dhe unë mendoj që kjo është logjika për cilën ai s'duhet kandidonte. Duhet shikosh gjendjen e partisë si e ke marrë kur je bërë sekretari i përgjithshëm, me gjithë kontributet që ka dhënë, se unë nuk jam ahoj dot. Ai ka dhënë kontribute të jashtëzakonshme. Por në momentin që kërkon një mandat dytë, po të shikosh analizën, nuk ke një histori suksesi. Dhe duhet t'i hapje rrugë suksesit në mënyrë që të gjendet një njeri politik që nuk krijon konflikte, por jep mundësinë e kohezionit dhe të punës për bashkët për të ecur përpara. Pra nuk është diçka personale kundër askujt dhe vlerësim për këdo, por në këto momente për mua ishte gabim. Ky është opinioni im. Së dyti, kjo historia nuk di gjë veri ka bërë Mehmeti me kokë vet, është një histori fatura në fund i shkon Berishës, se njerëzit nuk kanë shku te Partia e Flamurit. Apo jo. Edhe sikur mos di asgjë, fatura shkon te i zoti i punës. A është kështu? Unë e kam përgjigjen time. Mund për bëj bashkëbisedim. Patjetër. Fatura shkon te i zoti i punës. Unë mendoj që është fajme se s'din asgjë. Vendos. Është mëkat fajme se s'din asgjë, por edhe nëse nuk din, fatura vjen ty. Se njerëzit vinë ke kryetari i partisë, dhe është lider historik, është lider i madh Sali Berisha. Ka qenë 2 herë president, 2 herë kryeminist, kryetar opozite, ka përjetuar tranzicion të jashtëzakonshëm politik të Shqipërisë, ka drejtuar PD në momente pa përshkrueshme, 97, ku diun,
2005, 2013, 2021, pra ka një protagonizëm të fuqishëm në këto vite në Shqipëri, por me sa duket, ky lider i madh në një parti të vogël nuk e nxe më. Se partia po zvoglohet. Dhe po zvoglohet nga mekanizma dhe budallallëqe të cilat i kemi totalisht pa nevojshme. PD-ja nuk ka nevojë të provojë lajme të tilla. PD-ja do duhet përshtatet me protestën, të zgjedh në krye të saj fibrën politike, të zgjedh njerëz cilët nuk t'i bëjnë omlet kur dalin ke sheshi. Ja, unë jam një nga njerëzit që shkojnë shesh rregullisht, sa e ka mundësi. Dhe jam i mirëpritur nga qytetarët. Edhe kolegë tjerë të mitë. Pa vindet disa prej këtyre që sapo u zgjedhën në shesh, e kam pyetje këtë gjë. Prandaj them, Pyetje që ka dhe përgjigje brenda. prandaj them do duhet kjo që po bëj, nuk është e lehtë Arbër. Arbër nuk është kollaj, më fal vetëm se është e rëndësishme. Nuk është kollaj të